Policia ka arrestuar M.M, 54 vjeç, nga Mallakastra, pasi dyshohet se ka ngacmuar vajzën e tij 14 vjeçare. Ndërkohë, policia bën me dije se ka arrestuar edhe 2 persona të tjerë për dhunë në familje. G.G, 34 vjeç, banues në fshatin Petov, Fier, dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vëllait të tij. D.H, 29 vjeç, banues në Lushnje, dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij.